Do të shkojmë në këtë momente në Kosovë për të kuptuar situatën atje, pasi edhe sot ka patur tension në kuvendin e Kosovës, por për më shumë dhe për të analizuar do të lidhemi me Lulzim Velion, analist. Përshëndetje zoti Velio, faleminderit që me ne. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Seanca konstituive u shtyp përsëri sot. Ju si e shihni këtë situatë të krijuar nëse bëjmë një panoramë të përgjithshme të saj? Po, në qoftë se filloj me një panoramë të përgjithshme do dalë shumë e gjatë, pasi në Kosovë po bëhen tani gati 2 vite që ende jemi me qeverinë e detyrë ose me zgjedhjet e njëpasnjëshme që për fatin tonë të keq, për fatin e keq të vendit dhe të qytetarëve të saj nuk po shihet shumë larg zgjidhja e problemit. Dhe sipas të gjitha gjasave duket se Kosova sërish do t'ju drejtohet kutive të votimit, pasi shihet që nuk ka besim në mes të subjekteve politike për të arritur deri te një konsenzus apo një koalicion i cili do të dërgonte drejt krijimit të institucioneve të Kosovës. Në fakt, partia në pushtet, partia fituese e zgjedhjeve, jo në pushtet, pasi që tani më vetëm se është bërë edhe betimi i deputetëve, partia fituese e zgjedhjeve me veprimet e saj ka bërë shkeljen e radhës së Kushtetutës së Kosovës, pasi që me Kushtetutën e Republikës së Kosovës është e përcaktuar që nga data e certifikimit të zgjedhjeve 30 ditë ka afat për konstituim të kuvendit dhe 30 ditor që ka mbaruar ditën e djeshme, pra në orën 12, në orën 24, që ka do të thotë se me ditën në mbrëmje ka mbaruar afati kushtetues për konstituimin e kuvendit, kurse ata kanë thirrur seancën e ditën e sotme, në të cilën seancë sërish doli ish kryeministri zoti Kurti dhe tha se po na duhet kohë ende për të arritur një konsenzus, një marrëveshje, e që në fakt tani për tani nuk është se duke bërë bisedime apo dialog me një nga subjektet politike të cilat janë deklaruar të gjitha një zëri kundër një bashkëpunimi me lëvizjen vendosur, edhe për kundër takimeve të shumta që kishte me lidhjen demokratike të Kosovës, është parë qartë se nuk është arritur një marrëveshje e cila do të bënte zgjidhjen e problemit në të cilën po përballet vendi. Zoti Velio, ju përmendet gjatë kësaj analize që bëhet në këtë pyetje të parë mungesë besimi ndërmjet palëve. Pse vijon ekziston kjo lloj situate ndërmjet partive politike, liderëve politik për të arritur një marrëveshje? Një mosbesim në mes të subjekteve politike, e sidomos kundrejt lëvizjes dhe vendosje ka qenë, është dhe mbetet i tillë, pasi që kemi pasur disa veprime të këtij subjekti politik që i ka bërë në të kaluarën dhe kanë shkaktuar mosbesim dhe në një farë mënyrë subjektet tani më është humbur besimi, kanë krijuar përçarje të mëdha, jo vetëm në politikën e Kosovës, jo vetëm në me të subjekte politike, por për fatin e keq. Po shihet qartë se një përçarje populli i Kosovës, qytetarët e Republikës së Kosovës nuk ka pasur asnjëherë përçarje më të madhe se në ditët e sotme. Pra të çon mallin e asaj Shqipërisë Nano Berisha, kur gjithçka politizohej dhe edhe politizimi ishte futur edhe në familje. Një gjë e tillë është duke ndodhur tani në Kosovë dhe ku po shihet qartë se është një përçarje e thellë në popullin e Kosovës dhe pikërisht ata të cilët duhet të rikthejnë besimin, duhet të rikthejnë unitetin në mes popullit dhe qytetarëve të saj, ata po bëjnë veprime të tilla që nuk po çojnë drejt një normalizimi të situatës dhe arritjes së një konsenzusi pra për krijimin e institucioneve. Mosbesimi është krijuar sidomos pas vitit 2021, kur lëvizja vetëvendosje ishte në pushtet së bashku me Lidhjen Demokratike të Kosovës dhe në atë kohë zoti Kurti pa asnjë paralajmërim largoi një nga ministrat kryesor të Lidhjes Demokratike, gjë e cila shkaktoi edhe prishjen e koalicionit. Dhe ndërsa në zgjedhjet e vitit zgjedhjet e vitit kaluar, shkurtit vitit kaluar, kur e pyetën qytetarët, e pyetën gazetarët se a do të bëni një koalicion apo një marrëveshje me Lidhjen Demokratike të Kosovës, ai u shpreh se herën e fundit kur kemi pasur koalicion me LDK ka zgjatur 51 ditë, ndërsa tani një koalicion me ta nuk mund të zgjatë më shumë se 5 ditë. Dhe
këto janë disa gjërat të cilat po shkaktojnë mosbesimin. Pastaj në anën tjetër, po të shohim në anën tjetër, lëvizja vetëvendosje i ka numrat e mjaftueshëm për të konstituuar kuvendin, i ka numrat e mjaftueshëm për të votuar qeverinë, i mungojnë numrat për votimin e presidentit dhe një gjë e tillë kërkon kohë edhe 2 muaj, pra nga dita e konstituimit të kuvendit, ka kohë edhe 2 muaj, pra dhe 60 ditë të tjera për ta zgjedhur presidentin e Republikës. Mirë po, me sa po shifet, zoti Kurti ose është duke i konvenuar një situatë të tillë, një anarki politike e cila po mbretëron në Kosovë, ose dëshiron që të gjitha të zgjedhën në pako, edhe pse kishte ofertë, kishte mundësi një gjë të tillë ta bënë me lidhjen demokratike të Kosovës, mirë po ai nuk e pat rrugës që postën e presidentit të ndaj lidhjes demokratike dhe pikërisht kjo e bën atë që të këmbgul dhe të mos kemi konsiderim të institucioneve të Kosovës. Në fakt, Kurti ka thënë se presidenti duhet jetë një figurë mbi partijake, pra mbi të gjitha palët që unifikon kombin. A është kjo në kontekstin politik të Kosovës, apo janë thjesht deklarata politike për shkak të situatës? Unë mendoj se gjitha këto janë vetëm deklarata politike, deklarata shumë populiste që zoti Kurti i përdor për të përfituar në kohë dhe për të shkuar drejt të zgjedhjeve dhe ato zgjedhje për të dërguar në fundin e vitit, pra në dhjetorin e këtij viti, pasi që besimi i tij është tek mërgata shqiptare dhe e din ai shumë mirë që nga data 20 e tutje e dhjetorit qytetarët e Republikës Kosovës, të cilët jetojnë jashtë vendit, i drejtohen vendit për të kaluar festat e fundvitit dhe mundohet që në këtë mënyrë të shfrytëzoj atë situatë kur pjesë e madhe e mërgatës do të jenë në Kosovë për të marrë një numër të konsiderueshëm të votave nga ta. Kosova e pas luftës, president konsensual ka pasur vetëm një herë, mund të themi president jo partijak, se konsensual ishte as pak, pasi që erdhi me zarf nga ambasadori amerikan, pra ka qenë zonja Atifete Jahjaka, ndërsa në të gjitha rastet e tjera kemi pasur president politik apo të subjekteve politike. Një gjë e tillë ka mundur të vazhdohet edhe në këtë mandat në mënyrë që i jepet fund këtij ngërçi politik me të cilin është duke u përballur vendi. Nëse partit nuk arrin një marrëveshje, zoti Veliu, dhe vendi shkon në zgjedhje të reja, në këtë situatë, kush mendoni se ka humbur? Duke kujtuar këtu për parantezë që përpara se të shkonte në zgjedhjet e fundit, lëvizja vetëvendosje humbi disa mandate deputetësh nga zgjedhjet e mëparshme, apo jo? Po, është mëse e vërtet, në zgjedhjet e fundit humbën të gjitha subjektet politike në fakt. Në qoftë se shohim dhe bëjmë një analizë të tërësishme, është parë qartë, më së shumti humbi qytetari i Republikës Kosovës dhe e njëjta gjë do të ripërsëritet edhe në zgjedhjet e tjera në qoftë se do të zhvillohen brenda këtij viti, dhe është hera e parë që Kosova votoi vetëm në 37%, pra në votimin e përgjithshëm ka ndalur vetëm 37% e qytetarëve. Çka do të thotë se të gjitha subjektet politike sot në parlamentin e Kosovës janë minorancë, në qoftë se llogaritet me numrin e përgjithshëm të qytetarëve, të cilët pra me 63% nuk dolën dhe nuk dhanë besim, nuk pan besim tek këto subjekte politike. Humbi lëvizja vetëvendosje, humbi edhe Partia Demokratike, pra në shumë zona ku ishin bastionet e Partisë Demokratike, dalja ishte e vogël dhe ishte në numër dhe në këtë mënyrë edhe ata kanë humbur në votë. Vetëm subjekt që kësaj radhe mund të themi se nuk ishte humbje apo duke u bazuar në mosdalje, kishte edhe një ngritje në mandate, është Aleanca për Armërinë e Kosovës. Kurse në anën tjetër të gjitha subjektet kanë dalur të humba. Edhe pse Lidhja Demokratike pretendon se ka rritur numrin e deputetëve, mirë po kjo rritje nuk mendoj se është një fitore e Lidhjes Demokratike, kur kihet për bazë se bartëse e listës kësaj radhe në Lidhjen Demokratike ish presidentja Vjosa Osmani, e cila kur është larguar nga Lidhja Demokratike, mori thuajse gjysmën e elektoratit, ndërsa tani ka arritur të fitoj afërsisht 5 mandate pra në kuadër të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Ndërkohë, sot ka patur një incident në fakt ku është goditur nga deputetja Time Kadria,
Kryeministri Kurti dhe deklaratat e këtij të fundit se nuk ankohet për vezët, por për mungesën e dialogut. Sipas jush, çfarë tregon kjo? Dhe dua të bëj dhe një analogji me atë se çfarë ndodh me parlamentin, me protestuesit përpara parlamentit në një fazë të dytë. Po, ne dim që Lëvizja Vetëvendosi nuk është një subjekt politik që ka qenë shumë i qetë dhe i rahatshëm gjatë opozitarizmit të tyre. Pra edhe ata në periudhën kur kanë qenë në opozit kanë bërë veprime të tilla e shumë herë edhe më të rrezikshme, duke hedhur edhe gazin lotësjellës brenda objektit. Po, sidoqë që tjetë, ne nuk duhet merremi me të kaluar, duhet shohim në perspektivë. Zoti Kurti është shprehur në këtë mënyrë, pasi që tani më ai është i interesuar që në çdo mënyrë të ketë një marrëveshje, por marrëveshjen që ai e kërkon është që ata të ofrohen dhe të pranojnë çfarë ofron Kurti. E një gjë të tillë, unë jam më së i bindur se subjektet politike nuk do ta pranojnë dhe në një farë forme për mua është pjesë e fushatës elektorale për zgjedhjet e ardhshme të parakoshme që do të zhvillohen në Kosovë. Po nëse bëjmë një krahasim atë se çfarë ndodh në Shqipëri, besoj jeni në dieni që zakonisht gjatë ditëve të enjte kur ka patur seanca parlamentare kryesisht gjatë muajit korrik, protestuesit janë zhvendosur përpara parlamentit dhe kanë gjuajtur makinat e deputetëve, ndoshta edhe deri diku drejt për drejt deputetët shqiptar me vezë. Si e shikoni? Po, unë mendoj se ajo çfarë po ndodh në Tiranë është dashur të ndodhte në Prishtinë para 2 vitesh. Në Tiranë nuk shoh unë as edhe një pikë arsye të kemi protesta dhe rebelime të tilla para kuvendit të Republikës së Kosovës, duke pasur për bazë Shqipërinë e vitit 2013, kur në pushtet kishim demokratët, kishim dhe Shqipërinë e cila udhëhiqet sot nga Partia Socialiste dhe zoti Edi Rama, një Shqipëri që është e respektuar në të 4 anët e botës, është në një pozicion që nuk e ka pasur asnjëherë në historinë e saj. Është një vend që i është ofruar Bashkimit Evropian më afër se çdo herë dhe nuk e di se ku i gjejnë arsyet për të vazhduar tash më tepër se 60 ditë me protestat e tyre, pjesës së cilës për fatin e keq kemi edhe shumë qytetarë që vinë nga Kosova, i bashkohen asaj proteste pa një pikë arsye, vetëm për të bërë një numër më shumë atje, ndërsa problematikat e tyre në Kosovë thua se nuk ju bëjnë përshtypje, ose edhe shqiptarët nga Tetova, nga Maqedonia e Veriut, të cilët po përballen me problematikat e mëdha brenda vendit të tyre. Ne jemi dëshmitar të asaj çfarë është duke ndodhur atje, që qeveria aktuale ka filluar edhe tërheqjen e emrave të rrugëve në gjuhën shqipe. Atje nuk e merr guximin askush të del dhe të protestojë, ndërsa ata janë të gatshëm të protestojnë kundër qeverisë shqiptare. Nuk është e njëjtë situata nëse i referojmë Maqedonisë së Veriut me atë se çfarë ndodh në Tiranë, të kuptohemi. Nuk është asgjë, nuk është e pakrahazueshme çfarë po ndodh në Maqedoni me atë të Tiranës. Në Maqedoni po hiqet drejtat elementare të komunitetit shqiptar, të popullit autokton në ato vise. Domethënë edhe marrëveshja e Ohrit që është arritur në Maqedoni është duke u thyer dhe janë duke ju mohuar të gjitha të drejtat qytetarëve shqiptar në vendin e tyre të quajtur Maqedonia e Veriut. Ndërsa në Shqipëri filluan për flamingot e tash jam i bindur se as ata vetë nuk janë duke ditur se çfarë po kërkojnë, pasi që për votin e keq. Po kërkojnë dorëheqjen e kryeministrit Rama, sepse duket që masa është e pakënaqur me qeverisjen e tij, të paktën me atë çfarë ne përcjellim nëpër kronika nga protesta. Për cilën mos ju lutem, për cilën mos ju bëhet. Për të gjithë qytetarët që kanë dalë në shesh dhe për konsistencën që kanë. Për 200-300 qytetarë nga Shqipëria dhe 100 apo 200 të tjerë që vinë Maqedonia e Kosova, e që për fatin keq kam dyshime se ata janë të shtyrë e të paguar nga agjentura që nuk e dojnë të mirën Shqipërisë, nuk e dojnë investimet në Shqipëri, por e dojnë një Shqipëri të viteve të 90-ta, për ata qytetarë, Rama dhe Partia Socialiste në para një vitesh ka marrur 74 mandate. Dhe nuk është momenti
83 në zgjedhjet e fundit. Pushtetet me protesta. E qartë. Duhet ta kuptojmë. Pushteti në Shqipëri dhe në çdo vend demokratik ndrohet me votin e qytetarëve në kutinë e votimit. Ju kuptoj, zoti Veliu, do t'ju kemi edhe në lidhje për të marrë një argument më nxjerruar për protestat, po kam edhe një pyetje të fundit për Kosovën, duke qenë se na kufizon minutazhi. Kë parashikoni ju skenarin më të mundshëm që Kosova të dalë nga kjo krizë pothuajse 2 vjeçare e të zgjatur institucionale dhe qeverisë? Zgjedhjet e reja janë ato që e nxjerrin apo arritja e një dialogu mes palëve? Unë nuk mendoj se zgjedhjet janë ato që do ta nxjerrin Kosovën nga kjo, pasi që, si e thash më herët, në zgjedhjet e kaluara kishim 37%, ndërsa unë mendoj se në qoftë se do të zhvillohen zgjedhje brenda këtij viti, nuk do të arrijë në 30% numri i votuesve në Kosovë. Unë mendoj se është dashur një marrëveshje gjithëpërfshirëse e subjekteve politike parlamentare në Kosovë për të tejkaluar situatën, për të zgjedhur presidentin, për të vazhduar dhe arritur marrëveshje ndërkombëtare, pasi që Kosova po dëmtohet, në qoftë se deri në fund të vitit nuk kemi konsiderim të kuvendit, do të humbim edhe 100 milion euro të tjera nga plani për zgjedhjen e Bashkimit Evropian, dhe duhet të shihen interesa shtetërore para interesave të ngushta politike e klanore. Pra në këtë mënyrë të arrihet një unitet mes të gjitha subjektet në bazë të numrave që kanë për të bashkëqeverisur në periudhë 2 vjeçare për të përgatitur vendin, për të zgjedhur presidentin dhe për të përgatitur vendin për zgjedhjet e ardhshme në mënyrë që të dalim nga situata në të cilët ndodhemi. Faleminderit shumë zoti Veliu për kohën tuaj. Faleminderit, ishte kënaqësi.